Ish bashkëshorti e kërcënoi se do ta hiqte nga dritarja dhe do ta masakronte. Aktoria e njohur shokon me deklaratën. Aktoria e njohur Denise Richard dëshmoi së fundmi kundër ish bashkëshortit të saj, Aaron Pipers. Dy ish bashkëshortët morën pjesë në një seancë dëgjimi në lidhje me një urdhër të përkohshëm kufizues që mori Richards. Ndërsa dëshmoi në gjykatë, Richards përmendi abuzimin e dyshuar në martesë. Ajo pretendoi se ish bashkëshorti shpesh e kërcënonte se do ta hiqte nga dritarja dhe balkoni i hotelit dhe me lot në sy deklaroi: "Ai gati sa nuk më vrau." Richards shpjegoi gjithashtu se çfarë çoi në ndarjen e tyre kur i kërkoi ish bashkëshortit largohej nga shtëpia e tyre. Ai u zemërua shumë me mua, ishte i papërqendrueshëm në atë kohë, sapo isha shëruar nga një lifting i plot i fytyrës dhe ende kisha qepje pas veshëve. Ai më kapi për krash, më bërtiti dhe më ofendoi duke më quajtur mashtruese dhe gënjeshtare, tha ajo. Ishte e vështirë për mua ta pranoja, ndihesha e frikësuar për të. Jam shumë e vogël se ai, tha ajo. Të nesërmen, Pipers dhe babai i tij hyn në dhomën ku po flinte Richards dhe dyshohet se e kërcënuan se do të publikonin foto nudo të saj. Richards pretendon mëtej se ish bashkëshorti e goditi. Denise thekson se Pipers mohoi ta ketë goditur. Pas kësaj, Richards përshkruan disa incidente dhe goditje të tjera. Ajo pretendon se ai e goditi me dhunë në fytyrë dhe kokë dhe kërcënoi se do ta vriste. Më vonë pretendoi se Richards e kishte tradhtuar dhe se kishte gjetur mesazhe në telefonin e saj që tregonin tradhtinë e supozuar.